Vëlla, Urdhëroni. të marrim 2 kafe turke të mesme. Në rregull, zotëri. Të mesme apo jo? E mban mend, faleminderit. Do të ishte e shëmtuar të mos e mbaja mend. Do ishte turp. Pra po të dëgjoj. Mirë, çfarë ishte kaq urgjente që duhet të flisje me mua? Dëgjo, e di që nana ime nuk është një person i përsosur, por njerëzit nuk mund t'i sjedhin familjet e tyre. Ajo është nana ime. Dua të them, e di ti vetë. Nuk e di. Mirë, vazhdo. Në rregull. Ne morëm një shtëpi me qira jashtë qytetit. Ne qëndrojmë atje që nga dasma juaj. Ajo është shumë e mirë. Ajo nga frika nuk del dot as në rrugë. Ka shumë frikë se videon e saj do t'ja japësh Laras ose Barbarosit. Dhe nëse do të shkoni në polici, ajo ka shumë frikë, Kara. A duhet të ndjej keqardhje për nënën tënde? Jo, por ndoshta të vjen keq për mua. Çfarë duhet të bëj unë ima? Fshije videon që kërcënon nënën time. Nuk mundem. Ja dhash fjalën Barbaros dhe Gylashës. Më ndihmon të shkatroj biznesin e vëllait tim, të lutem. U detyrohem atyre. Po borxhi yt ndaj meje? Çfarë borxhi të detyrohem ty? A nuk e vrave babain tim, Kara? A nuk më ke borx një baba? Unë vrava babain tënd. Sepse ai duhet të paguante për atë që bëri. Dhe videon do t'u jap atyre që meritojnë. Nëna jote do t'a paguaj atë që bëri. Drejtësia hynore. A është kjo drejtësi hynore? Pra krimi që i bëri Zipkinit plotësisht të pafajshëm, a është drejtësi hynore? Zoti vepron me drejtësinë hynore. Nuk thash asgjë sa për të qenë një soj zemër. Kjo është drejtësia e Karas. Kjo është një çështje e një djali kur ishte të paktën i pafajshëm si Zipkini. E kuptove? Urdhëroni. Faleminderit. E dyta nuk ishte nevojshme. Jeni e uritur, prokurore? Jo, faleminderit. Faleminderit shumë. Ah, erdhën ata. Mirë se erdhët. Prokurore, çfarë po bën këtu? Djalë, turp të flasësh këtu me mysafir? Nuk flitet apo jo? Nuk flitet. Mirë, më vjen keq, prokurore. Kjo është e keqja ime. Gjano? Ha? Ke përgatitur ushqim sot? Shiko, fëmijët do të vinë nga shkolla, ata do të jenë të uritur. Nëse nuk e gatuar, nuk mund të fillosh tani. Ke të drejt. Në mëngjes herët, unë duhet t'u jap fëmijëve për të ngrënë. Ata do të vinë të uritur në mbrëmje. Do të filloj tani dhe do të jetë gati në mbrëmje. Hajde, jam e mua se kam nevojë pak për ty. Nuk ke nevojë për Zipkinin dhe të dashurën sare? Jo, Stabit. Jo, për ty kam nevojë. Hajde, le të shkojmë. Shh, Merxhan. Duke se ato ka nevojë për njëri tjetrin, çfarë ka kështu? Ima iku dhe tani sare? Djali jo nuk ka aftësi të zgjedhë një vajzë si duhet. Nga njëra anë vajzë dhe pasur nga ana tjetër prokurorja. O zotë, more, më jep durim, më jep. Hajde.
Nuk duhet ta kishe bërë atë, ishte e shëmtuar. Më duhet të flas me ty për një çështje shumë personale. Prandaj Për çfarë gjëje personale do të flasësh me mua? shkuam në spital neve tani. Shkuam atje për të marrë karën. Por sigurisht ai nuk erdhi me ne. Nuk erdhi. Hyma erdhi atje dhe e mori atë. Unë atëherë nuk mund t'i thosh asgjë, nuk munda ta telefonoja. Kisha frikun të dëgjoja fjalë të këqija prej saj. Ja. Po, kishe frikë të dëgjoje fjalë të këqija, apo jo? Për bes, kisha frikë. Dhe mendova se ndoshta mund ta telefonosh ti. Mund ta pyesësh. Nëse diçka filloi përsëri me karën, doja të të pyesja nëse mund ta telefonosh. Mos u shqetëso, Zafer. Mos u shqetëso, nuk do të kesh frikë. Edhe nuk kam pse ta telefonoj. Së shpejti do të marrim lajmër prej saj. Çfarë lajmi? Çfarë lajmi? Prit. Zafer. Prit. Nën, a je në shtëpi? Jam shumë e mërzitur shpirti nënës, dola për shëtitje, mos u shqetëso për mua. Dhe çfarë borxhi të detyrojmë ty? A nuk e vrave ti babain tim, Kara? A nuk më ke bosh një baba? Unë vrava babain tënd sepse ai duhet të paguante për atë që bëri dhe unë do t'ja jap atij videon që meriton. Lajmin e morëm nga huma jote. Çfarë thot? Çfarë po thot prokurore? Barbari që regjistroi zërin e Karas, të kujtohet apo jo? Regjistrimi që ai rrëfeu krimin e tij. Që e theva, që e përplasa. Për atë regjistrimin thua. Dhe Tani, ne kemi bërë një regjistrim tjetër. Nuk mund ta thyesh, mos u mund do ta thyesh telefonin. E ka edhe Hyma. Dhe çfarë borxhi të detyrojmë ty? A nuk e vrave ti babain tim, Kara? A nuk më ke bosh një baba? Unë vrava babain tënd sepse ai duhet të paguante për atë që bëri dhe unë do t'ja jap atij videon që meriton. Nana jote do paguajë për atë që ka bërë. Ne ke fshirë? Mirë, fshie. Do ta marrë sërish nga Hyma. pse po e bën këtë? Pse e bëj? Zafer, të thash ty. Nëse nuk lirohesh, herët avon do të shkosh në burg. Jeta jote do të shkatërrohet duke u përpjekur të shpëtosh Karan. Do të kalbesh në burg. Do të kalbesh në burg, të them. Çfarë të intereson? Çfarë të intereson ty? Që të intereson nëse unë shkoj në burg? Që të intereson nëse kalbim në burg? Pse të intereson? Çfarë ke prokurore? Çfarë të intereson? Nuk është puna jote nëse futën burg ajo. Nuk mund t'i thuash prokurorit çfarë të intereson. Një prokuror mbron një të pafajshëm edhe nga vetja nëse duhet.
A është kjo arsye vetë me prokurore? A? Vetëm se jam I pafajshëm? A është kjo e tëra? A je I sigurt? Që tani e tutje? Jam e sigurt. O, Barbaros, ku ishe nuk u pam do që nga dasma. Në nënshkruaje divorcin dhe ne nuk do të shihemi më kur. Është gulashe në zyrën e saj. E dashura... Do të vras nëse e mbaron atë fjali. Çfarë po bani ju këtu? O, e pak shaka. Hyr. Hyr dhe ti. Ec. Pse e thirrë këtë njeri këtu ti? E thira për të nënshkruar dokumentet e divorcit? Mund të ma jepje mua, do të shkoja ta firmosja. O zot. Pyet veten nëse më shikon ti në fytyrë për një javë me që të kam futur papain në burg? Aha. Vajzë dhe dërgove dhe çatallin në burg. Mbyllë gojen. Ulu aty. Hajde, ulu. Nxirri dokumentet. Silli dokumentet thash. Mos vërtit. Bëj atëherë. O sot. Merë. Firmose. Bla, bla, bla. Nuk mund të nënshkruaja çelek ca gylaçe, e di vëlla? Çfarë do thot kjo tani? Ti ke firmosur dokumentet për transplant organësh në spital si gruaja ime, apo jo? Gruaja ime, pa ngurim. Ha? Pra ta dish se unë nuk mund të firmos aq lekt sa ti. Dëgjoj këtu. Mos ma humb durimin, firmose më shpejt. Ose do të të vras para se të kënaqesh me veshkën tënde të re. Nuk mund ta marrësh videon për ta dërguar Nazmir në burg nëse më vret mua. Mirë, tani merr vendimin tënd. Don divorc? Apo shkatrimin e Nazmies? Divorcin.
Nënshkruaje. Pra ti e fal Nazmien e cila ta vodhi jetën? Unë nuk po e fal. Gjithashtu e di përse Barbari punoi me ty në të njëjtën kohë. Ai punoi me ty për të marrë drejtësinë time. Por jeta ka gjëra më të rëndësishme pas hakmarrjes sonë dhe drejtësisë në të cilën ne të gjithë kemi besuar. Nënshkruaje tani. Pra për këtë djalë, ti po e çdon nga hakmarrja, është kjo? Nëse do ta dish këtë gjë? Unë mund të heq dorë nga gjithçka për këtë njeri. Si të duash. Unë të shkoj deri në banjo. Sinqerisht, vajza të dha një mësim shumë të vlefshëm, vëlla. Më jep videon? A i çmendur djalë? Toleron që unë të qëndroj i martuar me gruan që dashuron ti për hakmarrjen e saj? Më jep videon të thash. Ju të dy me të vërtet, nuk e di cili prej jush është më i çmendur. A është ky vendi myt? Ti merr videon, por jo divorcin, dakord? Dërgoje. Çfarë do të që të thuash? E dërgova? Po e dërgoj ti Gylajshe tani? Ju qoftë me fat. Barbar, çfarë po bën? Çfarë po bën ti ule poshtë atë? Çfarë po bën?
Së parja e mori videon dhe tani më vuri një armë në kokë. Çfarë tjetër të bëj? Karaj nuk zgjodhi vdekjen, por jetën. Pra në fund nuk po e fal Nazmien dhe po divorcohesh. Zipkin? Hyma. Nuk e dini se e shkatron apo e thyen atë regjistrim, bëj çfarë të duash, por çfarë do që të bësh sigurohet ta fshish atë video. Çfarë po thua ti Zipkin? A dëshiron që unë ta fshi videon që vrasësi babai tim rrëfen krimin e tij? Nuk mundem. Nuk mund të bëj një gjë të tillë. Hyma, dëgjoj, më beso, nuk duhet të dali pastër. Shikoj, detyrohem ka asnjë borxh. Dëgjoj, unë mund të vi deri te ti, ose ti mund të vish tek unë. Do të flasim për të, por të lutem, mos ja jep atë video policisë. Jene ndales? A je I çmendur Zipkin? Dëshiron të kapin? Më mirë fshiu se sa të endesh vërdall. Mirë, në rregull. Do të vi atje dhe do të flasim për këtë. Shpirti nënës? Nën, a je mirë? A të bëri mirë ecja? Të vetohem koka më është lehtësuar. U lodha shumë unë. Është ftohtë këtu Hyma? A mund të vendosësh pak dru? Në rregull. Mbylle derën e dashur. Mbylle. Eja, shpirt, eja. Mjaft, mjaft. Hyma, shpirt, a mund të bësh një çaj zemër? Do të më bëj mirë. Me njëherë. Dhe çfarë borxhi të detyrohem ty? A nuk e vrave ti babain tim, Kara? A nuk më ke bosh një baba? Unë vrava babain tënd sepse ai duhet të paguante për atë që bëri. Ah, Kara, shpirt. Zipkin. Unë do të jem fundi juaj. Por edhe ti mbarove, Lara. Do marrësh fund tani. Kur do të shkosh në shkollë nesër? Kam një provim në orën 9 të mëngjesit. Mirë, sot humbëm një takim, nesër pas shkollës duhet të shkojmë në gjykatë për të dhënë videon e Nazmies. Do ta gjejmë fajtorin. Në rregull. Shihemi. Shihemi.
Motor, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta? A është foshnja në dhomë? Po, në dhomë është. A gjeta një emër për të? Jo, unë e quaj atë si fëmija im, ose djalim. E në rregull, unë të shkoj pak të luaj me të. Në rregull. Prit, motor, mos u mundo. Unë do t'i rregulloj ato, ti shko. Në rregull, të faleminderit Emine. Vëlla Sabit? Emine, Mirë se erdhe. ku është Gylashe? Ajo është lartë duke luajtur me fëmijën. A është foshnja një lodër? Je shumë qesharak, vëlla Sabit. Qesharak vlla Sabiti. Fëmija është djali im. Nuk i kemi dhënë ende një emër, ne e quajmë fëmijë. Nëna Emine. Sabitit nuk i pëlqen baballarët. Sabitit i pëlqen nënat. Kalo, Brenda. Hyr. Nëse nuk më dëbon, mund të të pyes diçka? Nuk do të bëj. Në rregull. Gylashe nuk na fali. Nuk ma hodhe gjeketën në plehra, por ajo nuk më përqafoj as mua. Sabiti e kuptoj. Gylashës nuk i mungon më Sabiti. Nuk është kështu. Nuk mund të falë. Më vjen keq. E bëra gabimisht vërtet. E bëra që të mos ndashën nga ne. Në rregull, edhe ti nuk e bëre qëllimisht. Po përse je në panik? Unë nuk jam panik. Sabiti i bëri një premtim vetës. Ai nuk do t'jep dorën Gylashës nëse ajo nuk ja jep së pari. Sepse ai zemrohet kur Gylashe nuk i afrohet atij. A mund ta them? Thuaje çfarë? Të them për çfarë erdha këtu? Kara është ashtu si ti. As ai nuk na fal. Aliu i dha veshkën dhe u zemrua shumë. Kërkoi të vinte në dalesë, sepse nuk kishte që të kujdeset për të. Por Sabiti shet të gjitha. Kara është kret vetëm. Sabiti e shet atë. Gylashe është gjithashtu e vetme. Vëlla Sabit. Kjo ndodh tani. Unë kam më pak sulme tani, lotët më pikojnë. Sepse je vetëm.
Vetmia është si këpucat e ngushta. Si çfarë? Këpuc që të shtrëngojnë. Aliu më solli një palë këpuc të vogla nga plekrat. Këpucat ishin të vogla për këmbët e mia dhe më lëndonin këmbët. Merxhani më tha të hiqa këpucat, por sigurisht që unë nuk I hoqa. Më pas më rjedhin gjaka këmbët. Merxhani I mori dhe I preu. Dhe këmbët mu shëruan. E kupton? Vetmia është e tillë. Është si një palë këpuc të ngushta. Do të lëndoj shumë. Nëse nuk I pret, do të rjedh gjak. Shumë do të rjedh gjak. E di vëlla Sabit. Kur një person mbetet I vetëm dhe dikush lëndohet, atëherë ka edhe më shumë dhimbje. Njeriu nuk shërohet plotësisht. Por këtë çunë mësova faljush. Ju fshehët gjithçka nga unë për 23 vite. Prandaj nuk mundem, vëlla Sabit. Nuk mund të val, pra nuk mundem. Por Kara nuk të fsheh asgjë. Ai nuk ishte aty. Mirë atëherë. Mos e lër Karan vetëm. Dhe unë nuk të lë vetëm. Atëherë Sabiti nuk do të çaj më. Në rregull. Në rregull? Kjo është e gjitha që do të thoja. Po shkoj tani.